Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit që jemi mbledhur sot këtu në kullën e Bayraktarit të Hotel. Pronari Kullës na ka mirëpritur dhe kemi krijuar këtë organizim për të ndarë me ju projektin e rrjedhimit të kullave. Është një projekt i cili fillimisht nisi si një projekt pilot me Gizin dhe me Ministrinë e Turizmit dhe të Mjedisit dhe u bën 20 projekte pilot të kullave. Fatmirësisht në vitin 2025 arritëm ta kthenim në një program të ndarë në 4 qarqet, në Lezhë, në Kukës, në Shkodër dhe në Dibër. Ka patur një reagim shumë të mirë nga të gjithë, kemi patur mbi 500 aplikime, formular regjistrime. Sot jemi mbledhur gjithu bashkë për të bashkuar edhe 2 aktorë shumë të rëndësishëm, që janë Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Fakulteti i Arkitekturës. Do të ftoja tani për të bërë fjalën e tij, Ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Këtë më përshtypja që pejsazh krejt ndryshëm nga ajo që është e zakonshme e jonë, e zakonshme e zonave të dëndura urbane, apo që është pejsazh shumë më i gjerë edhe i gjelbruar, edhe duket liqeni, duket majet e maleve. Asfalti është shumë i mirë, rruga është shumë e mirë. Anash rrugës kemi shumë shishe, qese, edhe mbetje, të cilat nuk duhet janë pjesë e peisazhit tonë dhe pjesë e mënyrës se si ne e jetojmë vendin tonë. Edhe do doja që ta si them, nuk e di, ndoshta duhet të ofrojmë dhe ne gjithçka mundemi që të ndihmojmë në këtë aspekt. Se ndoshta kjo është një nga pjesët më të vështira edhe se sa marrëveshjet, edhe se sa gjetja e financimeve apo e studimeve që ka të bëjë me mënyrën se si ne e jetojmë vendin tonë. Siç e theksoi Benida, që e falenderoj shumë për aktivitetin dhe për gjithë punën e saj, që është një drejtoresh e re relativisht në ministrinë tonë, që është tani një bashkim i turizmit dhe i kulturës. Brenda është dhe rinia dhe sporti, po turizmi dhe kultura në vetvete besoj mjaftojnë për të thënë dhe për ta dhënë gjithë mesazhin që çfarë rëndësie ka kjo për gjithë ne, për mënyrën se si ne duhet ta evokojmë, ta tregojmë, ta kërkojmë, po edhe ta mbrojmë dhe ta konservojmë dhe ta rihetëzojmë dhe ta përshkruajmë traditën të shkuarën. Programi synon pikërisht të mbrojë një nga elementet më përfaqësues të identitetit tonë kulturor në Shqipërinë e Veriut, duke bërë atë pjesë aktive të jetës sotme. Në të njëjtën kohë ai kontribuon në kthimin e kësaj trashëgimie në një aset me vlerë për zhvillimin ekonomik, social të komuniteteve lokale, dhe këtu duhet të ndalemi shumë fort se kjo është një tjetër pjesë e rëndësisë të jashtëzakonshme që ka programi, që lidhet edhe me këtë javë që ne kemi dedikuar punësimit, në përgjithësi kemi dedikuar patjetër edhe pensioneve, edhe në përgjithësi gjithë forcës që duhet të sjellë ekonomia sa i takon pagave, sa i takon mirëqenies, sa i takon punës në kuptimin e një pune me të ardhura sa më të larta dhe sa më të drejta dhe sa më të mira në kuptimin e vendeve të punës cilësore. Programi i rrjedhimit të kullave në Shqipërinë e Veriut është aktualisht në një fazë tashmë, siç e tha dhe Benita, të konsoliduar dhe gjatë, siç e tha Benita, gjatë një periudhe të mëparshme është punuar dhe u shkua deri tek 20 kullat. Tani në 25-ën e këtej lançuan programin kombëtar për rrjedhimin e kullave dhe formalizuan bashkëpunimin me GIZ Albania për besim memorandumi, që janë akorde të rëndësishme dhe aktualisht puna është e fokusuar në ndërtimin e një baze plot të dhënash në përgatitjen e një plani veprimi konkret, sepse nga një herë kur e nis nxituar, kur e nis me dëshirë të madhe, me vullnet të madh, po jo mirë, punët nuk dalin mirë. Duam të bëjmë punët mirë, jo vetëm të bëjmë sa më shumë punë së bashku, po të jenë dhe të bëra mirë. Në këtë fazë janë ndërmarrë aktivitetet kryesore si inventarizimi i kullave në 4 qarqet, në Lezhë, në Shkodër, në Dibër dhe në Kukës, hartëzimi digital përmes një sistemi GIS, analiza e statusit ligjor dhe pronësisë, zhvillimi i koncepteve të projekteve të restaurimit në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës dhe hartimi i rekomandimeve për funksionalizimin në fusha si muzealizimi, etnografia, muzikologjia, trashëgimia kulinare e tjerë. Paralelisht për përgatitet një programi plot dhe integruar i gjithë rrjedhimit dhe i vënies në përdorim në kuptimin e plot të fjalës të këtyre objekteve, të cilat janë në fakt edhe ndërmarrje
nga pikpamja ekonomike, por edhe qendra në kuptimin e përfshirjes së njerëzve, qendra sociale, qendra të cilat do të lidhin, do të elektrifikojnë në një farë mënyrë, nëse do ta merrnim si një metaforë, një hartë të madhe ku këto mikro itinerare, mikro pika interesi, këto mikro qelizat do të kishin pastaj një vlerë edhe më të madhe për ata që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë apo që duan të kthehen për ta vizituar atë në qarqe të një pasnjëshme. Janë inventarizuar dhe dokumentuar 523 kulla, duke përfshirë, siç e tham, gjithë të pjesë të komponentëve të tyre, po sidomos edhe nga pikpamja e potencialit turistik, pra edhe ndërveprimi i tyre me zona dhe me qytetat apo fshatrat apo lagjet ku ato ndodhen, është ngritur një platformë digjitale dhe një instrument i vërtet planifikimi dhe vendimarrje pason për këtë gjë. Deri më tani janë zhvilluar disa takime, se fjala seminar është pak si e lodhshme kur e thua, sensibilizuese me mbi 300 pjesëmarrës, pra ky është një proces i cili po përfshin shumë njerëz, shumë ekspert, shumë njohës nga komunitetet, po edhe ata që janë direkt pronar, trashëgimtar e tjerë të këtyre objekteve, në 13 bashki, duke krijuar një lidhje të drejtë për drejtë edhe me universitetet, ku 39 studentë, disa prej tyre besoj kemi sot këtu, kanë kontribuar dhe janë realizuar pra 28 projekte restaurimi. Në këtë proces janë mobilizuar 8 fusha të ndryshme ekspertize, duke garantuar dhe një qasje multidisiplinare. Në këtë kuadër, një element i rëndësishëm i programit është ndërthurja e trashëgimisë materiale me atë jo materiale. Në aspektin material, natyrisht fokusi qëndron ke kullat në vetvete si objektet të trashëgimisë mbështetura nga këto projekte të këtyre studentëve dhe modelet konkrete të restaurimit tyre. Në aspektin jo material, elementë si lahuta, xhubleta apo oja, të përfshira tashmë dhe në aplikimet tona në listat e UNESCO-s, disa prej tyre të miratuara, disa në proces, përbëjnë një pjesë thelbësore të identitetit kulturor që lidhet drejt për drejt me këto hapësira. Ky bashkëpunim është shoqëruar edhe me dokumentimin e plotë, siç e tham, të kullave përmes teknologjive bashkëkohore, si skanimi me lazer dhe modelimi volumetrik 3D, duke krijuar një platformë ku këto të dhëna të standardizuara flejnë pastaj për ndërhyrjet e ardhshme restauruese në mënyrë shumë më të plotë. Ndërkohë po zhvillohen analiza detajuara mbi statusin ligjor dhe pronësinë e kullave, ndërsa në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës po hartohen projekte konkrete, siç e tham, restaurimi. Gjithashtu në program përfshihet dhe një listë rekomandimesh për funksionalizimin e kullave si bujtina, muze, pra gjithë pjesa e destinacioneve që ato do të kenë, do të mbulojnë dhe gjithë aktivitetet dhe programet që ato do duhet të kryen në hapësira dhe në aktivitetet të ndryshme kulturore, sociale e tjerë. Komponenti më i rëndësishëm i lajmit, të themi ditës sotme, i punës aktuale, është edhe adresimi i çështjeve të pronësisë. E thash disa herë në fjalën time, dhe këtu dua ta theksoj që me një falënderim shumë të madh edhe për qasjen, për bashkimin mes 1000 e ca kungujve, ku diun miliona halleve që ASHK ka në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo është nga ato punët me siguri drejtoresh që është nga më të bukura që ju do bëni bashkë me ne. Pra në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrit, që është bashkuar rrjetit të partnerëve të programit, dhe këtu e themi këtë gjë prapë me një falënderim, sepse nuk do jetë vetëm bashkim që ne do aplikojmë dhe do marrim dokumenta, por që do ndihmojnë si pjesë aktive e projektit, që të na bëjë të mundur që ne të kemi zgjidhur atë elementin kryesor të pronësisë, që pastaj do të na mundsojë që të kemi mundësi që këto asete t'i fusim në ekonomi, këto asete të lëvizin ekonomi dhe këto asete të jenë krejt legjitime. Në këtë kuadër vijon puna në terren për asistimin e aplikantëve në procesin e pajisjes me certifikata pronësie, me synim për shpejtimin dhe lehtësimin e procedurave për përfituesit. Një tjetër plagë e vjetër historike e vendit tonë që shkon paralel me punën tonë për integrimin dhe punën tonë për gjithë modernizimin e kadastrës, edhe të si themi të zgjidhjes të një nga problemeve që kanë një pjesë e mirë e pronarëve, jo vetëm të kullave në fjalë, por edhe të objekteve të ndryshme në territor. Ndërhyrë ka një ndikim të vërtetë në zhvillimin e turizmit, siç e tham, krijoi një produkt diferencuar që lidhet me përvojën autentike, duke zgjeruar ofertën turistike për te sezonit, që është nga hallet e tjera që ne kemi, që ne nuk mund të kemi turistë në Shqipëri vetëm në pak muaj apo vetëm në muajt më të themi më të kërkuar dhe më të dëshuar të vitit, që janë ato të verës, por duhet ta kemi këtë gjë në gjithë vitin.
dhe kalojmë këtu në destinacione që bëhen gjithmonë më tradicionale, me një fokus veçantë në zhvillimin e turizmit malor, ku paralel me shumë projekte tjera dhe reforma, politika, paketa, siç është paketa e maleve, do të punojmë që të kemi një ansambël të sa më shumë instrumentave, mekanizmave që të jetë sa më e lehtë për njerëzit që të kthehen, të kthehen shtëpisë vjetër të parëve të tyre, të kthehen territorit, të kthehen maleve, të kthehen fshatrave, të kthehen zonave rurale, zonave të thyera, të investojnë, dhe pse jo, ta kenë dhe si një mundësi tjetër për të menduar dhe një herë tjetër, nëse duhet kthehen nga diaspora dhe nëse duhet vinë nga emigracioni dhe të përfshihen në gjithë aspektet e jetës sonë këtu, ekonomike dhe të ndërmarrjes që ata do duan të hapin, me fokus veçantë, siç e tham, pra itinerare të strukturuara që rrisin kohë qëndrimin e vizitorëve, krijon një zinxhir vlere, krijon ekonomi lokale, aktivizon zona që deri më tani kanë qenë jashtë hartës së interesit. Gjithashtu kullat kontribuojnë drejt për drejt në forcimin, si e tham, të një brandi turistik që ekziston, por që duhet të jetë akoma më prezent. Ato përfaqësojnë një element veçantë dhe dallueshëm të trashëgimisë, duke krijuar një ofertë që mund të replikohet lehtësisht, që nuk mund të replikohet lehtësisht, më falni, në tregje të tjera. Pra mund të kenë çdo gjë, por nuk mund të kenë dot një histori dhe një të shkuar njësoj si kjo apo kaq e pasur. Përmes rrjedhimit të tyre, Shqipëria pozicionohet si një destinacion që ofron pra një përvojë sa më reale, një identitet dhe një autenticitet, element kyç për konkurrueshmërinë në turizmin ndërkombëtar. Dhe si ministri përgjegjës për këtë sektor të rëndësishëm, ju garantoj që det dhe rër dhe çadër me çmime gjithmonë më të mira mund të gjesh kudo, mund të konkurrohesh kudo për tu për të bërë pjesë e një pakete apo një oferte. Po një margaritar si ky që ne kemi, pra natyrë, histori dhe ky koncepti banesave të vjetra dhe një originalitet i kësaj shkalle, është shumë vështirë që të gjendet kudo. Në fazën e parë, programi parashikon kalimin, siç e tham, nga dokumentacioni dhe nga harta e plotë gjithë vendodhjeve, dhe pastaj gjithë dokumentimi, katalogimi, indeksimi, gjithçka që ka të bëjë me secilin për këtyre objekteve. Në fazën e dytë kalojmë direkt në zbatimin e plot, që është 27-29, pra viti 2027-2029. Faza përfshin angazhimin buxhetor të ministrisë, bazuar në rekomandimet e programit, një planifikim fillestar prej një fondi të konsiderueshëm për vitin 2027 me pritshmëri në rritje për vitet në vijim. Natyrisht që këtu do futen shumë faktor, ne jemi duke punuar fort për krijimin e një fondi të veçantë për trashëgiminë kulturore, pra duke riaktivizuar fondin e kujdesit për trashëgimin, por edhe për një kujdes më të madh në buxhetim, për shkak se ne me reformën e ligjit sponsorizimit, me reformën e ligjit ardh nga tendrat, me reformën brenda ministrisë me institucionet tona të varësisë, me një pjesë të investimeve që ne parashikojmë të kryejmë përmes filantropisë, siç është për shembull rasti i Fondacionit Besa dhe Muzeu Besa, do krijojmë rezerva të tilla buxhetore, në mënyrë që me fondet që ne kursejmë, nga ato fonde që ne deri sot i jepnim për shkak se këto fonde nuk ekzistonin, në mënyrë indirekte ose direkte do të kemi më shumë financim për këto programe, të cilat natyrisht pastaj institucionet tona të varësisë dhe gjithë pjesa e bashkëpunimit tonë me bashkinë dhe me partnerët do t'i bëjnë që të kthehen në një realitet, edhe që t'i jetojmë e t'i gëzojmë përgjithmonë. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër. Do doja të ftoja zonjën Sonja Kurc, që është edhe drejtuese e GIZ në Shqipëri, për të dhënë ajo një fjalë të saj përshëndetje në lidhje me programin. Thank you very much. Dear Minister, dear partners, distinguished guests, for me it's a great pleasure to be here today and do the signing for, I think, a very special program. Because when we came here on the way in the car, we discussed what has changed in the last 5 years in this area. And in Albania, there was a lot of change and enormous change, and especially if you look at the north, if you see the road to Teth, if you see the development of the area, and if you bring everything together, you also can see that there is something really coming to the north and profiting to the north. So I think this Towers tour, what we're naming it, I think it's a great
development we see. And also today's event is not only about the towers, and it was also mentioned by the ministers, it's about identity, it's about heritage, it's about the people living here, and it's about a lot of new opportunities which arise of coming up of these buildings or of these new modalities you have. So in just 2 years ago, the project, so we are implementing a project which is called Sustainable Rural Development, and this project is financed by the Germans, by the Swiss, and by the British government. So we came up with a very simple idea, and this is how could we use these traditional houses of northern Albania, and how do they become part of a really sustainable economic development concept. So we had this tower tour pilot, and this is how we are also working. We're piloting some issues, we are piloting cycling roads, we are piloting wineries, bringing them together, we are piloting for hiking tours and whatever, and or for agrotourism. And so we also came up, how do we bring this very exciting towers together in one tour. We started and we did this with the local communities, and we connected 20 towers, trying what's happening. We were training the people in hosting guests. We were building skills, how do we work with this, improving the services around the towers, and how could they promote these unique assets. So, and what we saw was really exciting. Yes, and it was also when I was last year at the ITB in Berlin, where we were really presenting this. There was a very proud staff or owners of Kulas really explaining. It's okay. No, so really explaining what has changed in their communities according to this. So we saw it was very powerful, and this is why we also saw how the communities involved saw or were rediscovering their pride and in their heritage. We saw many visitors coming, experiencing these tower tours, and also we saw a real opportunity for economic change. So laying this foundation, so it's what we are witnessing today. Yeah? It's a national program now led by the government of Albania, and I'm really thankful that the ministry is taking so much ownership on this project right now. And our role as GIZ is not doing successful projects only, it's really about building up sustainable systems or some sustainable ideas which we can hand over, and I think this is one of the successful ones. So since November last year, together with the Ministry of Tourism, Culture and Sports, we have been working intensively on the first phase, as it was mentioned, and also the highlights were mentioned already, but I want to do it again because I think it's a massive numbers. So it's about 500 towers identified, documented and digitally mapped. Then a strong engagement of 13 municipalities and local communities in building up this program. And also, it was also mentioned, the collaboration with the students, the experts, the architecture, really in restoring these project is a big success story. And also, and it was mentioned, the property rights, to really, you really need to invest in towers and to put money into it. You only do this if you know that it's up to you and that there is a security in this one. So having all this said, I think we are doing a really important step forward today. And I'm really proud to see also, it was mentioned, the State Cadastral Agency for a brilliant job so far. And I know that it's tricky, but I know it from all the other parts of investment. That's the main part we have to tackle. So thank you for being here and supporting this as well. And also something you learn out of this small initiative, which is now growing bigger, it's always involving many stakeholders. Yeah, it's involving the ministries, it's involving the people with the ideas, the local people who have to all work together. And if everybody's working together, then it's fine. And this multi-actor platform is now created and is going for a solid foundation. So what we'll do as GIZ so future on, of course, we will go on with the support, we will go on with the advice, or we are promoting advice through consultancies, whatever it's needed so far. And with the aim, of course, to ensure the sustainability that this is going on. And it was also said quite by the minister, it's not only about preserving buildings, it's really how do you create
new opportunities, yeah. And I can also see how in other cooler surroundings, how it changed the communities and how they found out that they need the farmers around the neighborhood to really do the I don't know if the guests are coming or to support them with food, but it's also the waste management in the area. It's how they treat water, how do they treat with the nature. So many initiatives are coming up, or they are creating, I don't know, hikes or ridings, whatever you can use. So even these kind of initiatives create lots of opportunities for you. So strengthening the identity, the cultural identity, and how to come up with this sustainable rural development model for the region, I think it's great. So let me thank you, all the partners, for the collaboration. And I'm really now looking forward to signing this exciting memorandum of understanding. And I also want to say again that GIZ, of course, will stay as partners here, and we are highly committed to support this program. So thank you. Për të vijuar me dy nga aktorët le të themi, të cilët kanë ndjekur gjithë procesin dhe si tha zoti ministër, kanë ndjekur edhe pjesën e trashëgimisë materiale dhe jo materiale, do dohet ftoja profesor Florianën Pravishtën dhe më njëherë më pas profesoreshën Zëshën Aferdit Onuzi. Faleminderit Benita, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje zoti ministër. Në vazhdim të bashkëpunimit tonë për të përhershëm me Ministrinë e Kulturës, gjendemi përsëri në këtë marrëdhënie. Marrëdhënia është marrëdhënia akademike e universitetit me pushtetin qendror dhe pushtetin lokal. Vazhdimisht historia e Fakultetit të Arkitekturës ka treguar që ne kemi në pjesën më të mirë të rasteve kemi studiuar, jemi munduar të kontribuojmë realisht për mbi zhvillimin e vendit dhe veçanërisht edhe në çështjet e kulturës. Ne kemi qenë background i projektit të famshëm të 100 fshatrave. Kishim punuar me kohë për këtë projekt, i cili pastaj më vonë u bën një nga projektet kombëtare, i cili shpresoj që do të vazhdoj edhe projekti i ri për rjetëzimin e kullave, gati është pjesë e këtij itinerarje. Për edhe kullat në vetvete, kullat e veriut bën pjesë në atë që është trashëgimia kulturore dhe bën pjesë edhe në një pjesë të mirë të këtyre qendrave të vogla, të cilat fshatra, të cilat duhet të rjetëzohen për në një formë. Tjetër është pjesa ime në këtë projekt është edhe individuale si ekspert i trashëgimisë, ku mendojmë që kullat si një nga elementet kryesor të trashëgimisë së veriut, të banesës, e zhvilluar edhe në kushtet e mbrojtjes, jo vetëm strehimi, po dhe mbrojtja, është një nga krenaritë e ndërtimeve në vendin tonë. Kështu që theksimi i kësaj trashëgimie, vënia në punë ose rjetëzimi, siç ka dalë shpreha, do të ndihmonte jashtëzakonisht jo vetëm në rujtjen e kësaj trashëgimie, e cila, të themi të drejtën, vitet e fundit e gjejmë në kushte të degradimit. Mjaft objekte të cilat ne shkelëm, mjaft objekte të cilat ne i ndoqëm si objekte për të rjetëzuar, kanë probleme të mëdha për sa i përket rujtjes. Dhe në themel i gjithë ky proces është një proces që unë do të vëja atë ombrellën e madhe, rujtja. Pra ne na duhet ta ruajmë trashëgimin. Por që ta ruajmë trashëgimin, shtetin nuk ka lekë mjaftueshme, nuk ka shtet në botë i cili ka paratë mjaftueshme që ta ruaj si elemente muzeal, që çdo objekt të paguaj, ta mirëmbajë etj, ta ruaj si muze. Dhe këtu hyn ajo pjesa e rëndësishme që këtu po përmendim, rjetëzimi. Pra në vetvete është restaurimi dhe rjetëzimi i kullave si fenomen, ku rjetëzimi bie jetë nëse kulla do përdoret edhe mirëmbahet. Nëse kulla do përdoret, do nxjerrë edhe të ardhurat për ta mirëmbajtur. Dhe ky është qëllimi bazal. Kështu që ne do përqendrohemi, pra gjithë aksioni do të përqendrohemi në rujtjen maksimale të kësaj trashëgimie nëpërmjet ripërdorimit dhe gjenerimit të
të ardhurat të cilat do të ndihmonin për mbajtjen e tyre. Pjesa tjetër është, unë jam edhe një nga përfaqësuesit e Fakultetit të Arkitekturës dhe të Urbanistikës, i cili ka marrë pjesë në pjesën e parë, por tashmë zyrtarisht do të bëhet dhe partner i Ministrisë Kulturës, që ne jemi partner me kohë dhe kemi bashkëpunuar në vazhdimsi, por do të shtoj edhe kontributin. Kështu që këtu kemi ardhur me 28 punime, 28 kulla, të cilat janë punime të studentëve, por jo të studentëve thjesht. Janë studentë të vitit 5 të masterit, të cilat kanë edhe kapacitetet mjaftueshme për të kuptuar dhe interpretuar këtë lloj trashëgimie. Kështu që 28 modelet për të rrjedhëzimit ne i kemi të shfaqur në këtë ekspozitën. Çfarë propozojmë? Propozojmë përdorime të ndryshme të objekteve, gjithmonë në ombrellën e rujtjes maksimale të trashëgimisë, të asaj se çfarë na ka lënë të parët. Nëse ne do hapim dritare, do t'i bëjmë të mëdha dhe do bëjmë xhamllik, prap nuk jemi. Do të jemi te tradicionalja, te ajo që është thelbi i kullës. Dhe ku synojmë? Synojmë që të rehabilitojmë ndërtesën dhe të përdorim ndoshta dhe territorin përreth, ku landscape ose ai peizazhi që quhet, që shoqëron vetvete këto lloj objektesh, që janë kullat, është elementi domosdoshëm. Pra nuk mund të kemi një kull nëse ne i ndrojmë komplet thelbin e territorit, cilin ne na rrethon. Kështu që propozimet tona vijnë në ruajtjen maksimale të kullës dhe pra nëse dikush do të bëjë një shërbim edhe ushqimi e tjerë për agroturizëm, mund përdorim dhe ambientet e oborrit, ambientet të cilat nuk ndikojnë në prishjen e asaj tipologjie të kullës. Tjetër është, do t'i kthejmë në hotele, si do t'i kthejmë në hotelin Bujtina, pra po themi, Bujtina me pesyje. Jo, s'po kaloj. Do t'i kthejmë në hotele me pesyje? Jo, nuk i kthejmë dot në hotele me pesyje, se hotele me pesyje shkojmë i gjejmë Turqi, po ndërtojmë Bregdetin ton, por ne do t'i kthejmë në kulla. Thelbi është kulla, pra nuk ka nevojë këtu as për krevate me 7 shtresa me që të flemë rehat, por duhet jetë vijera kull, aty është thelbi. Kështu që në vijat përgjithshme unë them se ne bijem dakord. Ka goxha pjesëmarrje në 4 seminaret që janë bërë në 4 qarqet. Kemi pasur një prezencë të jashtëzakonshme njerëzish të interesuar. Por këtu, zoti ministër, shohim një fenomen tjetër, që tipologjia e kullës është një tipologji e veçantë. Ka dhe disa rregulla për ta quajtur kull. Por shohim edhe një interesim të jashtëzakonshëm dhe të banesave të tjera, të cilat janë të tipologjive të ndryshme nga kullat, po prap kanë vlera. Ndoshta projekti tjetër që do vi më mbrapa, do të jetë edhe kjo zgjerimi i diapazonit edhe të objekteve, të cilat mbartin vetvete vlera të trashëgimisë, të cilat mund mos jenë edhe kulla. Rasti është këtu për një nga miqtë e mi të rinj, ka një banesë e cila është më e gjatë se sa e gjerë, nuk është e lartë, nuk është kull. Por ai ka interes për ta zhvilluar. Do thotë që ne duhet hapim dhe i xhep si 100 fshatra, tham 101, dhe këtu do lëm tani kullat, po edhe këto që kanë sa deformime. Nuk po zgjatem shumë se profesoresha mezi po pret, nuk hyra të muzet, ja u lash profesoreshën që është. Ju falenderoj të gjitha. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt sot kryefjala janë kullat, po para se të shkojmë te kullat që janë dukuri e shekullit fundi, shekullit 18, unë dua të ndalem me përulje para këtij këndit këtu. Për shumë arsye. Të tre përfaqësuesit tuaj, Dhëndri se është i bashkangjitur aty ke Nusja, tashmë po e pushtojnë UNESCO-n, s'dima do metet karrike më për UNESCO-n, kemi plot të tjera, gjëra shumë interesante. Unë fillesat e punës time i kam pas pikërisht në vitin 1972 në këtë zonë.
me rekomandim të Rogzojzit, të mirënjohurit etnografit, pionerit parë të shkencës etnografike në Shqipëri, më thot Afrodit, nëse do të kesh sukses, të bësh etnografe e mirë, duhet ta fillosh ekspeditën në zonën e Alpeve të Shqipërisë. Dhe ka qenë ekspedita e pare imja, pra e kam filluar në zonën e Nikaj Mërturit, Dugagjinit, këtej nga Kelmendi, dhe këtu i kam të gjitha ato që i kam njohur, veç ato ojet i kemi pak ma poshtë, nuk i kemi të kësaj zone, ojet që po bën zonja atje. Dhe për herë të parë jam njohur me xhubletën për së gjalli, të eshur nga një zonjë që po shkonte në Dasëm, pikërisht në Lek Bibaj. Me thënë drejtën, e befasuar nga valzimi, nga silueta asaj xhublete, nga trupi i madh asaj gruaje, unë isha më dukesh vetja si një mizë para saj dhe madje më thot dikush tha ti s'bën, tha për ne, tha ti keme vetë këtu, tha smartohesh njëherë, se nuk të rrinë xhubleta. Këtu e bëj këtë hyrje, kemi fillesat e qytetërimit shqiptar me xhubletën me një histori mbi 4000 vjeçare, e cila jo se ka qenë vetëm në këtë zonë, se nga njem kam pas në një keq kuptim me në një studius apo me në një person tjetër. Xhubleta ka pas një përhapje në gjithë pellgun e Mesdheut, por merita që xhubleta mbeti në Alpet e Shqipërisë, pas shumë rrudhjesh, pushtimesh dhe popullsi e asaj kohe e ardhur në zonën e Alpeve, kërkoj besë në këto Alpe për ta ruajtur xhubletën, dhe Alpet ja dan besën. Për fat të mirë, na ka ardhur deri në ditët e sotme dhe ne krenohemi me te. Po ashtu kemi lahutën, me të cilën shoqëroheshin këngët e kreshnikëve, pra ajo mesjeta e hershme, pikërisht është shoqëruar me këtë instrument që është po gjithashtu shumë i vjetër. Kësaj i bashkohen edhe kullat, të cilat për arsye historike dhe sociale nisën në këtë vend, në këtë zonë, por të shpërndara siç e dim edhe në Burrel dhe në Kukës, në krahin e Matit përgjithsisht, dhe në Dibër, në Tropoj, të cilat vërtet na vinë si muze të gjallë që na flasin jo vetëm për historinë e ndërtimit, për të cilët Flori foli, por edhe për jetën, organizimin shoqëror që është bërë që e ruajnë pikërisht këto kulla, historinë e tyre. Dhe unë si përfaqësuese e grupit të trashëgimisë kulturore, të themi, më dha leje dhe mondi të flas, edhe Mikaela që sot mungon, fokusi ynë në këtë projekt është që të ndërtojmë në rastin e muzeve, por edhe në Bujtina, në fakt, nuk do t'i lëm dorë aq të lirë Florit, por dhe në Bujtina do jemi rigoroz në ruajtjen e elementeve të qenësishëm. Dhe ky ka qenë qëllimi ynë, i paraqitur në takimet që kemi bërë, takime shumë të suksesshme, do t'i konsideroja, sepse vërtet është bashkë biseduar me personat, me pronarët, me njerëzit e interesuar. Ndoshta me brezin e ri, se brezi i vjetër na ka mirë kuptuar, ose i kemi gjetë, si me thanë gjuhën e përbashkët, më lehtë, për t'ju bërë të ditur që qëllimi kryesor është vënia e tyre në shërbim të turizmit, që sot ka marrë hov që po e shohim për ditë se sa, dhe jo thjesht vetëm të turizmit vendas, por edhe të turizmit të vendeve jashtë Shqipërisë, të cilët det e diell e male në Zvicër e nga do ka vinë kryesisht, mendoj unë, kryesisht ose të paktën të themi pjesa më e madhe për të njohur qytetërimin shqiptar. E kësaj ne na takon që këtë punë ta bëjmë. Me këtë rast unë falenderoj Benita e re, tha ministrin punë, e re edhe në moshë është, por ka bërë punë, dhe me këtë rast gjej do ta falenderoj për seriozitetin, për punën mjaft të mirë, edhe për gjetjen e këtij grupi,
që ka marrë përsipër të bëj këtë rijetëzimin e kullave. Dhe ne si studiusët trashëgimisë kulturore do të përpiqemi që t'i japim jetë në aspektin njerëzor, në mënyrën e jetesës, duke ruajtur guzhinën, atë odën e zjarmit, odën e grave të themi, odën e burrave, me gjitha pajisjet. Për fat keq u kap vonë kjo situatë dhe shumë objekte dhe janë humbur, janë shit apo janë hedh, edhe si të pa nevojshme nga njëherë, ti mbledhim dhe që është më e rëndësishmja të mbledhim historinë e këtyre kullave, historinë familjare, historinë e fshatit, por dhe historinë në plan më të gjerë. Për shembull do t'ju sjell rastin e kullës së Leshit, se kam emrin ai Lurës, të më falin, në të cilin gjejmë shtresëzime historike kulturore të jashtëzakonshme. Puna është me i mësu, me i drejtu, dhe këtu ka synu puna jonë, që të bisedojmë e të sqarojmë duke mos u kursyer, për të na shkruar në çdo rast, për të pyetur në çdo rast që e gjen të nevojshme, se si do të shkruhen historitë e kullave, për të shpëtuar nga disa tjetërsime, disa pralla që krijohen, si për shembull, unë do ta përmend si një shembull jo të mirë, por që ka vlerë edhe për aspekte të tjera të trashëgimisë kulturore, që ballokumet e Elbasanit fillojnë 540 vjet përpara, gjë që është për më të thjeshtin historian, që mbjellim ai misri me të cilën bëhen ballokumet, ka hyrë vonë, shekullin 17, 18, u përhap, për të mos thënë sheqeri që është shumë i vonë, e nuk e di me që janë bë ato ballokume, që themi 540 vjet përpara. Dhe ne kemi synu pra në takimet tona, që edhe për raste të këtij lloji, të jemi të kujdesshëm që të jemi sa më të saktë. Mund të jetë një turist që e di një gjë, nëse ne nuk do të jemi të saktë, qoftë në paraqitjen e kulturën, do të thënë pajisjen e mjediseve, por edhe në këto rrëfimet tona zhvlerësohet. Unë ju them gjithë një studentëve, kur bëjnë lëndën e muzeologjisë, do të mendoni për këto Ciceronët që thon folsit në për muze, do të mendoni qoftë edhe për një njeri. Një njeri ju zhvlerëson. Nuk vjen më në atë muze dhe e hap fjalën gjithanë që ky muze është, jo të thuash ky kostum është shumë i bukur. Do thuash historinë atij kostumi. Do thuash, çfarë lexon nëpërmjet kostumit të një zone, çfarë lexojmë nëpërmjet xhubletës, nëpërmjet lahutës. Pra, duke pa lahutën, na shkon mendja te cikli i kreshnikëve. Dhe që se unë s'di me pushu kur filloj për këto punë, po do t'i bie më shkurt, do të përpiqemi që pranë kullave do bëjmë edhe një tjetër aktivitet, në mënyrë që se edhe pronarët e kullave së pari kanë interesin e vet, fitojnë nëse do jetojnë me te. Siç na tha një në Burrel, nëse do të marrim drejtoresha, kush ishte drejtoresha? Do ta them për drejtoreshën Apostafat këtë gjë. Nëse do të marr certifikatën e pronësisë të kullës, djemtë e mi më kanë premtuar që do kthehem nga emigracioni. Kështu që unë nuk po e zgjas më tej, ju faleminderit që më patët durimin të ndigjoni, paqim sukses dhe i ftoj ndoshta këtë drejtoreshën të vit të shoh ca kulla, që ta përshpejtoj jashtë radhe ta fusi atë. Faleminderit. Nga në fund, por sigurisht jo nga rëndësia, do doja të ftoja dhe drejtoreshën e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, zonjën Lorena Guxhibelli. Sigurisht e falenderojmë shumë për këtë hap dhe shumë faleminderit. Unë nuk është se kam përgatitur një fjalim, fakt, dua të përgëzoj absolutisht Gizin, Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve për këtë iniciativë shumë të mirë.
më vjen mirë që ka mundësi që t'jap një kontribut, në fakt është një kontribut konkret për plotësimin e titujve të pronësisë për kullat që përbëjnë një element shumë të rëndësishëm të identitetit kulturor, historik të këtyre trevave. Në fakt ne punën e kemi nisur edhe pa nënshkrimin e marrëveshjes, kemi emetuar 5 titujt e parë të pronësisë. Jemi duke punuar me 27 aplikime, të cilat i kemi në fazë afishimi publik. Gizi ka bërë një punë të mirë në identifikimin e 550 deri tani me sa kam komunikuar me ta për kulla në 4, pra në Lezhë, në Shkodër, në Kukës dhe në Dibër, me cilën ne do vijojmë intensivisht për të arritur dhe për të përmbyllur të gjithë plotësimin me titull pronësie për të gjithë këto mbajtës të këtyre ose trashëgues të këtyre objekteve. Në fakt, unë e dëgjova me shumë kënaqësi zonjën, edhe më duhet të pranoj që në këtë rast, në fakt, gjithmonë procesi i plotësimit të titujve të pronësisë ose formalizimit të drejtave pronësore është një proces administrativ nga ana e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në këtë rast është edhe më shumë, është një hap i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe për më tepër në ruajtjen e identitetit të këtyre trevave. Ndaj në këtë rast kulla nuk është thjesht një ndërtesë, por është më shumë se kaq, është histori familjare, janë ngjarje, janë memorje kolektive. Unë nuk dua të zgjatem, jam e sigurt që ky lloj partneriteti do krijojë një sinergji shumë të mirë në shërbim të komuniteteve. Faleminderit. Ndërkohë, këtu kemi dhe kryetarin e bashkisë, të Malësisë Madhe. Ndërkohë, unë marr rastin të falenderoj shumë dhe Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Drejtoritë Rajonale që kanë ndjekur në çdo hap pjesën e procesit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit zoti ministër, drejtori Gizit, gjithë eksponentët kryesorë që vendos për ta realizu këtë takim këtu në Malësinë të Madhe. Në fakt, është vend që vërtet i takon më shumë sa si zonës tjetër në veri. Mendoj që kushdo që ka lexuar për historinë është i qartë pa e shpreh këtu pa jush. Është shumë e rëndësishme që të financohet në këtë fushë. Realisht unë të blendi, unë kam besim, unë nuk ka se dhe me thonë e një sa është ba minister, unë e një jene paka shumë dhe mëshatar që nuk ja kam përme më kena pas dhe shokët për bashkët që në 90, 91, 92 është djalë që ka pasion për një punë që vendos për ta çuar në fund. Njëkohësisht kësaj nisëm ose këtij projekt është bashkuar një institucion që është institucion shumë serioz siç është Gizi dhe jam i bindur që ky projekt do kthehet 100%. Njëkohësisht është shumë e rëndësishme fjala që ose premtimi ose marrëveshja që do bëhet mes të organizmave dhe njëkohësisht edhe shkryes, sepse certifikata e pronësisë është një element shumë i rëndësishme në dorët e çdo banorit apo tek këto investime të cilat një pjesë mund të financohet nga Gizi, por pjesa tjetër mund të financohet edhe nga vetja apo edhe nga kreditë të ndryshme që qeveria shqiptare ka planifikuar që janë kredita të zbutna. Kështu që unë duhet ju falenderoj, duhet ju marr kohë, njëkohësisht edhe afërditën, edhe në pravishtën, edhe doktoreshën prefekten, që i thëmë prefekt munesh më bëha kryetar bashkit, po doktor është vështirë më bëha. Kështu që doktoresh, si do që të vinë puna, doktoresh do të metesh. Faleminderit gjithëve. Gjithmonë në Malësinë të Madhe vetëm për gjëra të rëndësishme dhe të mira u takofshim. Ne rrezikojmë ta bëjmë edhe kështu pyetje përgjigje, po vetëm për pjesën e djalit profesor që pyete, që kishte edhe një shtëpi më të gjerë se sa të lartë. Ideja është që paketa maleve në këtë rast është me vërtet një platformë shumë e përshtatshme, e cila garanton jo vetëm që si të themi mes një ideje dhe një projekti të marrësh me njëherë një leje ndërtimi për zhvillimin e atij aktiviteti, por edhe të të bëj me njëherë me letra për sa kohë që bazuar në procedurat që ka vetë paketa, kalon në një etapë njohje të bashkisë, në një verifikim dhe në një afishim dhe pastaj në një
themi vërtetim që të kthen dhe të bën pronar për atë pronë që e ke pas me drejta zakonore apo me një miratim nga Këshilli Bashkiak i bashkisë në atë rast, i cili vërteton, pasi dhe banorët vetë bien dakord që ajo ka qenë në përdorim prej shumë kohe të asaj familje. Nëse nuk ka dokumenta, nëse ka dokumenta akoma më kollaj, me paketën e maleve mund të bëjmë edhe që të përjashtohesh nga një sër taksash, kush hyn në aplikim dhe i akordohet kjo drejt mund të marrë deri në 10 vjet përjashtim nga taksat, mund të ketë shumë lehtësi të tjera, deri dhe po themi taksa infrastrukturës apo taksa të tjera, do ketë një lehtësim dhe një aktivitet biznesi në këtë rast brenda asaj do bëj. Nëse nuk është për aktivitet, është vetëm për banesë, akoma më lehtë edhe më kollaj. Kështu që dhe për sa i përket programit ton, programet ndërveprojnë, na thoni, komunikojmë, edhe nëse do duhet rreth një kulle, po themi të kemi një zonë e cila bashkë me peizazhin përreth është shumë e rëndësishme edhe për vetë kullën, të na thoni institutet e gjithë organizmat e tjera që ne i kemi vënë në dispozicion, do lëvizin që ne të punojmë. Pra gjithë mesazhet që ne japim sot edhe me ASHK-n, është pikërisht që ne duhet që të sjellim institucionet sa më afër komunitetit, edhe që të zbërthejmë atë ndonjëherë atë rebus ose atë po themi kyç që ndonjëherë nuk zbërthehet dot përveç se me marifete. Ne jemi këtu që pasporti të jetë vetëm transparencë, ndershmëri dhe shpejtësi në shërbim të qytetarëve. Kështu që mos na kurseni. Maybe it's our last sign, you know?